Tregote një kur isha në Zvicër, miliarder, baba miliarder çuni. Për zotin po e them reale. Edhe ky punonte në spital. Po atë babën e vet ai ishte mosh, kishte tu gjithë me parë me zotin e rrejshëm, thuti mos ka dytësi ai. Pastaj dha erdhi në spital, edhe ishte gati duke vdek. Dhe unë tha i njifsha dhe djalin i bëj telefon, tha lutem shumë se babai ka mundësi që po u vonove nuk e gjen më. Edhe vjen thot. Sapo hyte ke dera, e dhomë në spital reale po them, ai që më ka thënë ndoshta se di që do të tregoj çka këtu. Po s'ka lidhje, s'mo përmendim emra. Edhe tha ke dera i ra telefoni. I thash se është në çastet e fundit. Kur hyri tha ke dera i ra telefoni, sa pa aty pa i miliarder që e kishte marrë për i biznes që kishte fol rrugës. Tha prit sa ta mbaroj edhe këtë telefonat se është i biznes i madh. Tha ai foli për biznesin ky vdiq. Për Zot. Po pat ashtu i fjalë, para me patça. Ky s'kishte adhuru Zotin e vërtet. Ashtu i erdhi. Tha ai shumë zuri sikleti tregon ky. To janë tuaj, ky është shqiptar që ma tregonte mua. Punon në spital. Tha ai shturp merdi nga vetja. Sa në kohën që ai mbaroi telefonatën ky kishte vdek. Ai më pyeti thash në fund i thash kot se vitet turp me i thonë që ka vdek, mu skuq faqet i thojë që ka vdek e ti po bëjshe telefonat për biznesin e fundit. E hyri tha dha ca lek, tha boja varimin edhe iku. Prandaj një nga zotrat e rrejshëm që njeriu rrehet më lehtë edhe janë gënjy dhe ato atëre, është leku edhe